praktikisht bie shumë dakord me mjekën psikologe në lidhje me këtë, sepse asnjëherë domethënë inteligjenca artificiale në aspektin shëndetësor nuk duhet bëhet pronë ose më saktë në këto Doktor Google, se pa themi që Google, Doktor Google, apo ChatGPT, Doktor ChatGPT, apo këto doktorët asistent virtual. Sepse për ato japin një përshkrim apo një trajtim të diagnozës, por që është e vërtetë domethënë, ne nuk mund të bazohemi totalisht në marrjen e diagnozës nga ChatGPT, ato sugjerojnë pikërisht para vetë që të drejtojmë mjekullën. Kështu që inteligenca naturale duhet ta menaxhoj mirë inteligjencën artificiale, inteligenca naturale shpesh konsiderohet si një dominim i inteligjencës artificiale nga naturale, pra po na dominon, por na dominon në mënyrë indirekte, që do thotë i bën punën me ne, po na zhën instrumenti AI, po na ndihmon në proceset e punës, por që është pamundur që inteligjenca artificiale të zëvendësojë 100% inteligjencën natyrale. Sepse ne jemi ata të cilët i japim triggerin, ne ata që i japim startin, domethënë push the button, triggerin, dhe më pas ajo funksionon në mënyrë autonome. Inteligjenca shpesh krijohet një diskutim i tillë, inteligjenca artificiale shumë më shpejt se ne, ka koeficientin maksimal të inteligjencës dhe është automatike. Logjika është algoritmike, ndërsa inteligjenca natyrale ka logjikën e saj organike, ka pjesë së cilës është inteligjenca emocionale. Pra, po ta shikojmë, asnjëherë nuk mundet inteligjenca artificiale të jetë identik si inteligjenca natyrale, por sot studiat më të mëdha kanë arritur se shkenca ka krijuar dhe ato që ne i themi robotët humanoid, robotët prototip njeri, që do sot janë robot komercial që duan t'i tregojnë njerëz që shikon, po krijojnë pikërisht pra njerëz bionik ose njerëz robotik të ngjashëm me njeriu. Madje ata të cilët nuk janë familiarizuar me teknologjinë thonë, "Ua, po si ka mundësi ky robot bëjnë gjestura në po që të bëjë robot gjestura fytyrë mimika në fytyrë, do të implementohen 10 sensor të lëvizjes. Prandaj po e themi që inteligjenca artificiale po na ndihmon më së miri të bëjmë punën tonë në mënyrë sa më prej dhe sa më saktë të shpejtë, por që asnjëherë nuk do të zëvendësoj logjikën e njeriu, logjikën e inteligjencës natyrale.